Në fillim kisha dëshiruar të paraqis një kronik të shkurtër të sakrificës së shqiptarëve në Maqedoni për flamurin tonë kombëtar. Kjo sakrificë është 10 apo 100 vjeçare, mirë po do të ndalen vetëm në ngjarjen e fundit. Pas zgjedhjeve lokale në Maqedoni, prefektët shqiptar të komunave ku jetojnë kryesisht shqiptarët të Maqedoni morën vendimin që në godinat e këtyre komunave të vendoset flamuri kombëtar shqiptar. Pas kësaj pasoi një vendim i gjykatës kushtetuese të Maqedonisë, me cilët ndalohet përdorimi i flamurit kombëtar shqiptar në këto godina dhe një kërkesë e kësaj gjykate ndaj qeverisë së Maqedonisë që ajo të heqë flamurin kombëtar nga godinat e komunave ku jetojnë kryesisht shqiptarët në Maqedoni. Pasoi aprovimi i ligjit për përdorimin e flamujve të nacionaliteteve në Maqedoni dhe po atë natë policia maqedone me një rrëbesh armatimi hoqi flamurin kombëtar shqiptar në Gostivar dhe Tetov dhe natyrisht morri një dhunë të paparë në kohët e fundit ndaj shqiptarëve në këtë republikë. Mirë po, mas së pari të ndjekim se çfarë dhune u përdor nga policia maqedone kundër atyre që dëshën të mbronin flamurin kombëtar shqiptar. Elus Regjin ta lëshoj filmin. Bravo, 2 vjetë që ka. U vranë, 2 vjetë u vranë. U vranë, be. E vranë. Kërënë vetë arvëshin në gjallë. Fret, që gjallën. Ja, hiq besimate. Hiq gjallë e gjithë. Hajde Madrid kërë në gjallë këtë një qere. Hajde Madrid. E shkepi be, hajde. Allah, lisë ka Peki